Ditën e djeshme u luajt ndeshja Shqipëri-Serbi dhe ndeshja doli në barazim. Por më shumë se sa rezultatin, fakt përshtypje na bëri mënyra se si u bë organizimi i ndeshjes, ku angazhuan forca të shumta policie, nuk u lejuan që në stadium të futeshin po themi tifozët kuqezi, të cilët janë tifogrupi më i madh që e ka mbështetur kombëtarin në çdo ndeshje, dhe nuk u lejuan që të futeshin në stadium tifozët me bluza të ndryshme, siç ishin për shembull me bluza të UÇK-s. Nuk është rasti i fundit ky. Nuk është rasti i parë. Me këtë parti që qeveris sot Shqipërinë. Parti e krijuar në origjinë nga Dušan Mugosha dhe Miladin Popovići, dy serb antishqiptar të egër, të cilët mbështetën këtu llumin e djemve dhe grave edhe vajzave shqiptare që gjatë kohës luftës, llumin e tyre, jo ajkën, dhe krijuan Partinë Komuniste Shqiptare, pastaj Partia e Punës, pastaj Partia Socialiste, pastaj dhe kjo u ndam dysh me Partinë Demokratike dhe praktikisht ne na qeverisin agent, spiun, bastard, të ngritur dhe të fuqizuar dhe të mbështetur nga Beogradi. Prandaj nuk u lejuan djemt që kishin veshur bluzën e UÇK-s. Ata djemt ku ishin në Beograd apo në Tiranë. Derisa ishin në Tiranë janë vendin e tyre dhe do bëjnë çfarë të duan ata. Nuk as vran, as pren, as shan, as kritikuan, as bërtitën, as ulëritën. Thjesht veshën një bluzë që ja ka qefi atij ta vesh. Pse i lejojnë bluzat e tjera me stema të ndryshme, nga më të ndryshme, që nga LBGTQ-t, edhe me radhë deri tek satanistët, tek lloj plerash dhe kelpsirash që kanë nxjerrë shoqëria njerëzore, të tërë lejon, ndërsa këta që veshin bluzën me shkrimin, me mbi shkrimin UÇK, këta nuk lejon. Këta nuk do lejohen në Beograd, jam dakord me ty, që në Beograd nuk i lejon, se në Beograd ishtë shtet, kryeqyteti i shtetit serb, është e drejtë e tyre të mbrojnë vendin e tyre, ideologjinë e tyre, teorinë e tyre, çfarë të duan. Po në Shqipëri të ndalosh mua aty të vesh një bluzë se ka mbi shkrimin UÇK, pra ti që nke kundër UÇK-s, pra ti që nke kundër Kosovës, pra ti që nke anti-shqiptar, anti-kombëtar, që vetë e bën veprime të tilla ndalon qytetarë shqiptar pse veshin një bluzë me stemën e UÇK-s. Nuk them për ty, zoti drejtori i përgjithshëm i policisë, se ti do zbatosh urdhrat. Që se je ushtarak, nuk je person politik, po unë kam me ministrin tënë që është person politik. Sa mirë u lejuan dhe marshuan këta LGBTQ-t, pjesa me madhe e tyre të importuar nga vendet e Europës dhe të mbështetur, të kryesuar, të drejtuar, të udhëhequr nga Gonzato dhe nga ministrja jon e shëndetësisë, zonja Albana Kociu, që parapriu protestën e atë marshimin e tyre. Dua të di ku t'i shërben ai marshim. Kush i ka ngacmuar ata në punën e tyre dhe në jetën e tyre dhe në drejtën e tyre? Kush u ka vajtur atyre në krevat? Kush u ka mbyllur derën të hyjnë e dalën në shtëpinë e tyre? Askush. Atëre, pse duhet bërë ai parakalim? Çfarë mesazhi japin këta LGBTQ-t tek qytetarët shqiptarë, tek rinia, tek fëmijët tanë? Cili është mesazhi që japin? Se që janë LGBTQ këta në rregull është punë e tyre. Brezat që vinë, ku do t'i gjejnë? Kush do t'i pjellë? Se këta nuk pjellën, këta nuk krijojnë familje. Sepse janë ca pjesë të trupit të njeriut që janë të mbuluara dhe nga natyra vetë. E ka krijuar në mënyrë tillë njeriu i madh i Zot që pjesët intime të jenë të mbuluara. Këta i nxjerrin jashtë. Përse i nxjerrin? Kujt ja reklamojnë? Pra vim tek pika nga komunizëm me pyetjen që më bëri zoti gazetar. Përse u ndaluan djemt
që kishin veshur bluzat me siglën UÇK. Pse nuk ndaloj në Beograd kur vete skuadra jon atë thirrjen nazi-fashiste Kosovo je Serbia? Pse atë nuk e ndalojnë që është hapur fare agresive dhe fashiste dhe ndalojnë një bluzë UÇK-je apo të veshur me flamurin kuqezi? Pra ne nuk na qeverisin politikanë shqiptar. Ne na qeverisin agent të Beogradit. Hidheni poshtë po desh zoti kryeministër dhe dilni të bëjmë debat. Ti trajtojmë gjërat. Është si them unë apo është si thoni ju? Populli do na jap të drejtë juve apo mua? Kujt do të jap të drejtë populli? Avokat, çfarë duhet të kishte bërë ndryshe në këtë ndeshje në organizim? Njerë nuk e pash ndeshjen sepse unë e dija rezultatin para se të bëhej. Pse e thoni që e dija? E dija. Po janë situr të Beogradi këta me të tëra, as shpresoni ju që të luanin në djemtë tanë me atë pathos edhe me atë vrull që kanë në shpirt, jo, absolutisht jo. Nuk do të luanin ashtu, se nuk i lën të luajnë ashtu. Kështu që unë prandaj as ndeshjen e pash, as vajta, as ndoqa, as sepse thash, e dija rezultatin. Unë i di rezultatet e përballjeve tona me serbët. Topi edhe grekët. Topi mbetet gjithmonë në portën tonë, zotëri. Pardje pash një reportazh të atij zotnis, si e quajnë atë, që kishte vajtur në Këlqyr. Kanë bërë varreza grekët, kanë bërë çudo qefi grekët. Si u do qefi atyre? Nuk flet njeri për peshkëpinë, për vrasjen e 2 djemve tanë në peshkëpinë, në postën e peshkëpisë. Nuk ndihet drejtësia shqiptare, nuk ndihet pushteti shqiptar, nuk ndihet qeveritë shqiptare. Kush na qeveris? Jeni shqiptari ju që qeverisni apo jeni grek e sërbë, çfarë jeni ju? Po qëroni ore nga pushteti, ikni nga pushteti se nuk e meritoni të rini aty, por s'keni faj ju. Fajin e ka rinia shqiptare që e keni trullosur me hashash dhe me heroinë me kokainë, e keni damlosur fare, nuk ka ndjenjë kombëtare fare absolutisht, nuk ndihet dhe ju bëni si u do qefi. Pjesën e aftë vitale të popullsisë shqiptare e keni degdisur jashtë shtetit duke i mohuar të drejtën e pronës dhe të punës. Pra ju po bëni atë që nuk e bën dot as romakët, as turqit, as grekët, as italianët, as dreqi me të binë, po e bëni ju dhe po e bë ka Ari Urus nëpërmjet ati vllajt vogël që ka këtu në Ballkan, Sërbit, por na shkatërrojnë slavët zotëri. Nuk jam racist, nuk kam urrëti për popujt, por për ideologjinë dhe për politikën që ndjekin rusët dhe slavët në dëm të vendit tonë, patjetër që jam kundër. Dhe patjetër do luftoj aq sa kam mundësi, me gojë se s'kam që bëj. Armë s'kam, shok s'kam që të dalë të luftoj, dhe kundër kujt të luftoj. Kundër Edi Ramës edhe socialistëve, ata në vëllezërit tanë, si do që tjetë punë, në gjak janë shqiptar ata. Unë nuk i krasoj dot dhe nuk i barazoj me të huajt. Po unë them lironi vendin djemve dhe vajzave shqiptare që janë me gen dhe me gjak shqiptar. Këtë të bëni ju. Ikni, lironi vendin të dalim Zotë Shqipërisë.